Thashë unë ty, që dhe Prishtinë në Dragoshet e Kreta. Pa dhe një gjëve, Hajde. Seri, urime ju qovë gjëve. Urime. Përshëndetje si jeni? Urime. Faleminderit dhe juve gjithashtu. Hajde pra i koftë. Një ditë para zgjedhjeve isha këtu në Dragash dhe ju thash që vëmendjen e kemi si në Prishtinë, sikur se në Dragash, sepse për LDK-n nuk ka komunë të madhe e komunë të vogël, çdo qytet, çdo qytetar është i rëndësishëm. Jam i lumtur shumë që atë ditë shiu, që shi me bereqet doktor, projektuam 2 fitore nga Prishtina deri në Dragash. Jam shumë i lumtur që sot ju them urime për fitoren edhe në Prishtinë, edhe në Dragash, edhe në Milanë. Neve si komunë e varfër, nam duhet pushteti qendror, kemi nevojë edhe kryeministri në ardhje na ka premtuar, edhe kur e kemi përgatit programin qeverisës së LDK-s, na ka premtuar se nuk do të mungojnë ndihmat financiare sa i përket komunës së Dragashit. Ju lutem kryetar dhe ju qytetar të shërbeni me dinjitet, me maturi, me besim Zot e na dhej, sepse kështu jemi mësuar gjithë ne brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe duke shërbyer si të tillë, besoni na zbardhni edhe më tepër fytyrën ne dhe më dini edhe ju faqebardh para popullit ton, para qytetarëve ton, para vendit ton. Doktor, urime edhe një herë, paqe, shëndet dhe bashkëpunim. Hajde, mirë, faleminderit. Faleminderit ju që